me qitë veta kulore në smeqe, atër çka me bati? Jo. Pa më ke thënë se nuk ke qefën a kulore? Po. A ke qefa kulore ti? Po. Au, okej. A do na kulore? Po. Okej, të vetëm kretë fjallin, thoje. Mami, tu a kulore. Okej. Jena marrë fesh. Qfara kulore dënë? Blueberry. Ah, ti dënë blueberry. E në qofë se nuk e në blueberry, a buni me të ladrilza? Jo, ke blueberry. Blueberry like Po, jo, ata nuk është shqip. Me mua vetëm shqip kur të foj shko me të këthy gjigje. Mami, Urna. tu a kulore. Qfara kulloret? Tu a blueberry. Okej. E në qofë se nuk e në blueberry, a bën drilza? Jo, tu blueberry. Hajtë mirë, hajtë. Ta gjem blueberry. You're missing one. Wait, let me go get the other one and you can do it. Okay? Cool. You can only have them inside the house. Can I wear them tomorrow? No, you can't wear them anywhere tomorrow. In the house and nowhere else. Otherwise, I can get rid of them. 2 seconds, I can throw them in the trash. Okay, bye. They're so real. Tani për të gjithë ju që keni pyetur për kafshët që kam postuar, kafshët lexojnë për adoptim. Nuk lexojnë për shitje, që kështu ju lutem bëu pyetur për çmimin e tyre. Dhe drejtohuni tek personi që i ka postuar, unë thjesht i kam bërë post, sepse patjetër dua që ta adoptojnë dhe të keni familje të bukur e të mrekullueshme dhe dua të ndihmoj në këtë gjë, sepse kam kafshë vetë dhe thjesht i dashuroj. Por po e qartësoj për të gjithë ju që keni pyetur, adoptim, jo shitje.